Maqedonasit, si kom mund të përparojnë vetëm duke qenë në komunikim e harmoni, të mirë e në marrëdhënie me shqiptarët. Për ndryshe, i gëllticin sërbët, bulgarët dhe grekët. Dhe këtë që a them unë këtu, ua kam thënë të gjithë përfaqësuesve politikë të komunitetit Maqedonas. Vetëm me ne, duke bashkëpunuar, duke bashkëjetuar, mund të arruajnë historinë, identitetin e tyre kombëtar. Për ndryshe janë të destinuar që të mos ekzistojnë fare. Kështu që, le të jetë ky përkujtim i 23 vjetorit marrëveshjes paqësore të Ohrit, e cila ka merit të veçantë që ky shtet nuk u nda. Nuk u nda sepse nuk pranoi ushtria shërimtare kombëtare, por pranoi barazi të plot midis dy komuniteteve dhe komuniteteve të vogla në hapësirat e veta ku jeton. Prandaj ne e mbrojmë, luftojmë që kjo marrëveshje as të mos shënohet, as të mos rrezikohet, sepse është shpëtim edhe për shqiptarët, edhe për maqedonasët, si dy komunitete më të mëdha. Pronësinë të cilën e kanë menduar në vitet 90-ta le ta harrojnë. Sepse pronar jemi bashkë dhe bashkë i dalim Zot, edhe të mirës, edhe të keqes. Por në këtë situatë, se çfarë zhvillimesh dramatike e të rrezikshme ka në Europë, jo larg nesh, vërtet që të gjithë duhet të mendojmë. Të gjithë duhet të mendojmë. Europa është në flakë e në luftë.